Tregon Qurratu ibn Iyas, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot një ditë për ditëve kanë mezhlis. Edhe ardhi një njeri me fëmijën e vet. Edhe fëmia vet, normal kush se do fëmijën, edhe fillonte mi çarkulluar rreth vetes, e mirte e ulte mprejën dhe bante muhabet me Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe kështu kishte zhvilluar disa mezhlise. Pra e ka marrë fëmijën dhe ka nejt me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe kanë zhvilluar biseda të mira. Pas disa ditëve nuk e sheh Muhamedi alayhi salatu wasallam. Edhe ju thot shokëve të vet, ku be filani që vinte me çat fëmijën? Ja Rasulullah, asedia i ka dek fëmia. E u mshel në shtëpi mërzijës. U mshel në shtëpi mërzijës. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, këtu ka argument se mërzia tërxon. Tërxon takatin këtë. Apo? Domthon kur merr njëri lajm, andaj Omar Khattabi, burri i madh, ka thoa Omar Khattabi kur ka im kali, kamti ka prek në tokë. I kam mbledh pastaj kamt edhe i ka nuë në shal. Apo atë te vegza e kamve. Çiki Omer, çi kur e ka shti njërin e ka rxu, veç e ka shti kështu, riva, jo më mshu, veç e ka shti. Orxue. Çiki Omer kur e ka marr lajmin, pas ka ndru jetë Muhamedi alayhi salatu wasalam, e kanë shlu kamt. Apo dhe nuk është marrë. E shlon njërin takatin, sepse njeriu është, domthon, përzierje mes gjakut dhe shpirtit dhe frymës dhe mendjes, këto ku të përzihen krejt, secila e ka efektin e vet. Thonë ja Rasulullah s'po del, se i ka dek djali. Atëherë ka shku pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thonë, "A do ke djalin shumë që të ka dek?" Ka thonë, "Po ja Rasulullah, shumë e duhet." Ka thonë, "Të dash ti Allahu që she duan fëmijën tëm." Nuk ka menuar që dashnia jeme ka mrin kulm. I ka thonë pejgamberi, "Dash ti Allahi që e duan e vladin tëm." Atëherë i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, "O filan, o filan." E pse këtu i ka thonë o filan? Kush o ki filani? E përmendëm rregullin. Kur dikush ka bën një vepër që s'është për tu tregue, sahabia se kallzon. Ai e di kush është. Për shembull, ti ja kallzon dikujt në rast, po në atë rast ka dëni cënim për atë burrin që ja kallzon ti. Ti s'kallzon, tu ndodhi rasti. Ama na si tabiata që i kemi, kallzon kush Allah. Se zbami rahat derisa të kallzon e kush. Po çes kallzon sahabia. Po të merre rastin ti le kush ai. I tha o filan. Pejgamberi nuk i ka thonë o filan, e ka përmendur emrin. Po transmetuesi do o filan i tha. O se fulan arabët e përdorin në kurse ade emrin. Ka thonë o filan. Cilën e ki më shumë për dashnie? A që të ta kish lanë Allahu këtë evlat sa të kishe imër me pas nga të vetit më knash? Apo e dyta mundësi që ta mam të qelësh derë në gjennetit të prite evladiot? Cilën e do? I tha ja Rasulullah, kam qefë ma qelë derë në djali jam gjennet. Tha, kjo ka me ndodhë tije. E ngushloj Muhamedi alayhi salatu wassalam. E ngushloj Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kjo çka argumenton ndëruar deri këtu? Se njeriu lejohet më mërzit. Po s'lejohet me bë vepra që ja ka ndaluar shariati. Cila është ajo mu pezullu. Do thon s'dal mone. Sham ka ndodhur, jo, dil zhvillos, nuk e don Allahu xhela. Pse ai vetën e ka marr? Vetën e ka marr. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë tha? Tha Allahu xhelalu e ka marr sendin e vet. Lillahi ma ata wa lillahi ma akhadh. E Zotit është e ka marr, e Zotit ajo që e ka dhënë. Me talentin i dikush një amanet të shtëpia. Edhe rria i amaneti 10 vjet, apo të parë të mëdha. Edhe vjen i merr, i Zoti pareve. A thu unë s'kam valla mo jetë. Pse i murki? Po të vetat marrë ka marr? Të vetat i ka marr. Çka të merr Allahu është e tina. Po ti je lidh me ta. Apo ti je lidh me ta. Mirë po, e Allahu xhelala është ajo. Andaj pejgamberi tha, "Cilën e ki dëshirë?" Atëherë i tha kisabi ja Rasulullah, "A veç për mua çështo? A veç pse mua ka dek djalja?" Pejgamberi tha, "Jo. Për krejt ata që janë në rastin tanë. I vdes djali e ai ban sabër. I vdes djali e ai ban sabër, shpërblimin e ka xhenetin Allahu te bareke ve teala." Thot Ibn Hajar al-Asqalani, ne kemi gjetë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se shpërblimi me xhenet vjen veç për punë të mëdha, si për shembull për namaz, të vazhdueshëm. Si për shembull për zakat, të vazhdueshëm, punë e madhe. Si për shembull për hax, si për shembull për luftë. Ama me dek djali, e ti me bo sabër, e me ta shpërbu Allah, me dhanë Allah shpërblim gjenetin, thot Ibn Hajar al-Asqalani, kjo argumenton se durimi është shumë i madh. Me ta morë Allahu e vladin, durimi është shumë i madh. Shumë durim dush me bëhe. Zakonisht njerëzit, apo e tregon Ibn Jauzi, njërë për djetarëve të Irakut, të Bagdadit, në shekullin e 5 të Hijrit e 6, thot, kam pa mesit e mi njerëz.
E kanë pa, thot, një 80 vjeqar namazli, si hikke namazi me xhamat. Thot, një ditë për ditëve i vdiq nipi. Qatë shumë pat lidh me nipin e vetë, deri sa, shiko, Ibn Jauzi pse nis me këtë premis, namazli, me xhamat u falke, 80 vjet i kishte. 80 vjet. Thot, dhe ja mur Allahu nipin. Edhe tha, fillu njerëzit me bë dua. Apo tha, mos bani dua. Se ki Allah ja të shtini nati me neve. Sa ma qoni e vlad ma merë, sa ma qoni nip ma merë. Thot Ibn Jauzi, e kuptova se ardhja në xhami nuk ndrejq palesa. Nëse s'ndrejq, se hakikat. Xhamat e ka po, tu fal. Fun Allah ja ka mor një nip, ka thonë ki Allah ja të shtini nati me neve. Allahu ku ka të shtini nati me njerin, apo kjo gjithmonë ka ekzistuar. E çish mundet me shtiti dikush i nati, nëse njëri ti i ki borxh. Të ka dhënë borxh dhe i ki borxh. Vjen dita i thotë, o burra, ka mund të çat borxhin më kthie? Ti thu çishme para të mia me ti dhona. Jo vetë mia ata thotë. A di ti pa ta dhon borxh. A keni pa ndjesinë e njerit? Shikoj kjo ndjesi e gabume. Njerëzit kur e kthejnë borxhin, e ninat çka ti dhon, ja ti ja kthi borxhin thotë çe. Ja, demek merri se o ti vetë marrë ti ja kthie? O ka kalu koha ti ke menuar se ato parë janë tuat, a janë tatina. Andaj tha Allahu pushtini nati me neve. Sa duhet njeri me rujt zemrën? Me rujt zemrën. Tha Aisha radiallahu anha, mos u mashtroni me namazin e dikujna edhe agjërimin e dikujna. Nëse ai s'ka bestikri, s'ka një imani mrena atje, saludon për diçka të madhe. E lutem Allahun që Allahu na bën besimtar prej përjashtë dhe për brenda. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha jo për këtë. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, Allahu xhelalu ala thot në rastin tan, kur robit ja marr e vladin, e ka qujt, themera, ajo loçka e frytit. Njeri e ka e vladin nga të zemrës, apo? Tha Allahu xhelalu ala, kur ja marr robit tem loçkën, zemrën, që e ka safi do më thonë, këta e do dveçan. Tha Allahu te bareke ve teala, e aj ban sabër, thot Allahu xhelalu ala, s'knas na pa është në xhenet. Nuk knash, nuk shoh diçka më të mirë që duhet më ia dhon këtij se sa xhenetin. Andaj sprova e Allahu xhelalu ala kështu do të më lexue, sikur i lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin që ka nxjerrë Imam Ibn Majah nga Muad ibn Jabali, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, betohem në Allahun, betohem në ata i cili ka shpirtin tëm dorën e tina, kur vdes foshnja edhe robi bën sabër. Çka do të thonë bën sabër? Kanë thënë dietarët, thot te Allah i ka me gjet. Kështu ka koment. Ihtasabahu te Allah ka me gjet. Allahu thosh te Allah ka me gjet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur vdes foshnja edhe robi bën sabër, edhe dali për para Zotit xhelel xhelaluhu, bab apo nanë edhe evlat kanë bërë sabër, cili do qoftë për tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e tërheq zvar evladi nëpërmjet zorës kërthinzës. Bisararihi, e tërheq nanën e vet me, keni pa zora kur lin njeriu i kputet ajo. Një pjesë del dhe një pjesë i bëhet kërthinz. Apo e tërheq thot alayhi salatu wasalam nanën e vet nëpërmjet kërthinzës. Pra, se prej asaj ka dal. Pse ka bë sabër, nuk e lë, sa ajo është xhenet, foshnja e tërheq nanën e vet. Pra nëse ajo ka më rënë në xhenem, Allah na rujt, e ngren. Pse? Sepse ka bë sabër. E Allahu e din çfarë sprovë është me ta marr Allahu te bareke ve teala e vladin. Kjo është prej traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë kontekst.